ndodh tashmë në këtë parlament, ministrja shkëlqen me mungesën e saj të vazhdueshme. Megjithatë, në respekt edhe të qytetarëve dhe interesit të jashtëzakonshëm të tyre, do t'i drejtohem gjithsesi. Ju, zonja ministre, në mënyrë të fshehtë e tinxare, nxorët një urdhër për aplikimin e terapive hormonale pranë shërbimit të endokrinologjisë në QSUNT, me një ftosësi therse dhe pa përgjegjësi sikur ishte një copë bakalli. Ndërkohë që ky urdhër, zonja ministre, ka ndikim direkt dhe impakt të pakthyeshëm në jetët e fëmijëve, adoleshentëve dhe familjeve shqiptare. Me çdo drejtë përcaktoni ju moshën 14 vjeçare për aplikimin e terapisë hormonale për fëmijë të pambrojtur, sikur të ishin kavje laboratori. Si mund të ndërmerrni ndërhyrje të tilla, të cilat përveç traumës psikosociale lënë gjurmë të pashlyeshme në shëndetin e tyre mendor dhe jo vetëm për gjatë gjithë jetës? Kush e përcaktoi kufirin e moshës 14 vjeç? Në cilat studime klinike jeni bazuar nga institucionet publike shqiptare të certifikuara për të ndërmarrë studime të tilla? Cilat kanë qenë konsultimet me autoritetet përkatëse dhe grupet e interesit, urdhrin e psikologëve, urdhrin e mjekëve, urdhrin e farmacistëve e tjerë? Kush është ideatori i një nisme të tillë? Ju, zonja ministre, kursesi nuk mund të pretendoni se listimi në një faqe i disa titujve revistash e studimesh anonime shkencore me agenda të qarta wokiste, të cilat ngjajnë më tepër me një plagjatur se sa me një referim shkencor, mund të legjitimojnë aktin tuaj të paligjshëm të kryer me urdhrin numër 304 datë 28/4/2026. Pse kjo fshehtësi jashtë vëmendjes së opinionit publik dhe duke anashkaluar çdo autoritet kombëtar të shëndetësisë? Cila është nevoja mjekësore, prioriteti, kostoja e një trajtimi dhe çfarë procedure do të ndiqni? Përse të gjitha përgjigjet për këto pyetje legjitime po i mbani të fshehura? Çfarë qëllimi realisht fshihni pas këtij akti?